pranishëm, i nderuar i presidenti i Federatës së Boksit të Kosovës, zoti Krasniqi, i shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm, zoti Demolli, nënkretarët, anëtarët e bordit, i nderuar i përfaqësuesi i Komitetit Olimpik, zoti Arifi, të nderuar partner të Federatës së Boksit të Kosovës, shoh zotin Statovci në emër të aeroportit të Prishtinës Limak, aeroportit Adem Jaçari, shumë të respektuar, plejat fantastike gjeneratës së artë të klubit të boksit Prishtina. Faleminderit shumë që jeni në këtë moment të veçantë së bashku me ne. Nderuara kampione Donjeta Sadiko, shoqëruar edhe nga trajnerja Salauka, komunitet i boksit, i këtij sporti të ringut, sporti fisnik, trajner, punëtor sportiv, sportist dhe sportiste. Sot jemi këtu për të rikujtuar, për të sjellë në kujtesë momentet më të bukura, arritjet më të mëdha, podiumet që i keni prekur ju vetë, dhe ja ku vjen momentin që në këtë mini podium të hotelit Sirius sot të i shohim kampionët, ata që janë kampion mbi kampion dhe që vërtet u dalluan në forma të ndryshme, nga shpresat deri te veteranët, laureatët. Është kënaqësi që të takohemi sërish në ceremoninë vjetore të ndarjes së shpërblimeve për më të mirët në Federatën e Boksit të Kosovës. Bokserët kosovarë fituan medalje dhe kupa nga turnejet ndërkombëtar që janë në kalendarin evropian dhe botëror World Boxing. Jemi ndër federatat më të suksesshme në organizimin dhe pjesëmarrjen në gara dhe aktivitete sipas plan programit të parapara. I falenderoj mediat e shkruara dhe elektronike për afirmimin dhe sensibilitetin e sportit të boksit në opinionin publik. Ndërsa për vitin e ri 2026 ju uroj shëndet, fat, sukses dhe sa më shumë medalje nga arena ndërkombëtare. Faleminderit. Për në emër të Komitetit Olimpik të Kosovës e përgëzoj Federatën e Boksit për punën që ka bërë gjatë vitit 2025. Dua t'ju dëshiroj laureatëve për çmimet që do t'i marrin sot dhe ata të cilët do të punojnë gjatë këtij viti për çmimet e ardhshme. Vjen momenti që t'i ndajmë edhe milionët e para, ato do të jenë dedikuara për atë që njihet si drejtarja secilit prej sporteve, mediat, cilët kanë luajtur secili në formën e vet një rol konstruktiv dhe gjithashtu kanë qenë krah i djathtë i gjitha aktiviteteve, në punën që kanë bërë në promovimin e aktiviteteve të organizuara nga Federata e Boksit të Kosovës. Dhe te mediat do ta filloja me fotografin i cili ka qenë pasqyra e secilit prej aktiviteteve. Do thotë ajo që ka ndodhur në kalendarin e vitit 2025 dhe jo vetëm, fotot që i keni parë, prapa aparatit ka qenë një personalitet i cili i ka mbetur besnik sportit të ringut. Shpenda Metin, e ftojmë. Mjenjoja e radhës është për 3 agency, Florent Gashin, për jo vetëm shtypin, por në të njëjtën kohë edhe për anën vizuale të prezantimit të aktiviteteve të organizuara, nga posterët, banerat dhe gjithçka që në aspektin vizual është bërë punë e mirë. Për zotin Arber Grabovci nga Radio 1, për vllau i tij, Arber nuk e kemi këtu, Tomorin e kemi këtu. Po kur thua Arber ke thënë Tomor. Për Radio Kosovën, kolegun Edmond Thaçi, redaktori i sportit, njerit kryetari i shoqatës së gazetarëve të sportit të Kosovës, i cili na nderon me prezencën e tij në emër të Radio Kosovës. Radio Televizionin e Kosovës, ftoj zotin Thaçi që në emër të Radio Televizionit të Kosovës ta pranoj mirënjohjen. Faleminderit shumë zoti Demolli, faleminderit gjitha mediave që gjithashtu janë kujdesur për më të mirën e boksit. Mirënjohje për kontributin e dhënë, një mirënjohje të veçantë do ta kemi në vijim, cilën do ta ndajë zoti Artan Lushaj, doktori që ka qenë gjithmonë afër për t'i shërbyer bokserëve në turnet vendor dhe ndërkombëtar. Artani do ta ndajë mirënjohjen e veçantë dedikuar selektorit Faton Gjakli.
për punën e bërë, për angazhimin e tij dhe vullnetin e jashtëzakonshëm në përfaqësimin e Kosovës kudo që është dhënë rasti. Faton Gjakli nderohet me këtë mirënjohje. Mirënjohjet e radhës do të jenë të dedikuara për institucionet dhe individet, partnerët e Federatës së Boksit. Këto mirënjohje do të prezantohen nga vetë presidenti i Federatës së Boksit, zoti Enver Krasniqi. Për aeroportin ndërkombëtar të Kosovës, Lima Kosova International Airport GSC, për zoti Statovci, Atos Statovci në emër të aeroportit që e pranon këtë mirënjohje. Për Komitetin Olimpik të Kosovës, zoti Shkëlqim Haznikaj ftohet për ta ndarë, për ta pranuar në fakt çmimin që do të ndahet nga zoti Krasniqi. Dhe për Ministrinë për Kulturë e Sport, Fita tash është me rol në Komitetin Olimpik të Kosovës, prandaj do të kujdesim me ministrisë t'ia dërgojmë, meqense sigurisht janë duke monitoruar dhe kuvendin tjetër që është duke u zhvilluar paralelisht dhe ka zgjuar interesim ai Federatës së Futbollit. Faleminderit shumë zoti Krasniqi. Kalojmë te shpresat e boksit, ata që do të jenë e ardhmja e këtij sporti në vitet apo olimpiadat e ardhshme. Ftoj selektorin Besnik Vranosi të gruponshave të reja që të na bashkohet për të ndarë 3 çmime të dedikuara për shpresat e boksit. Në këtë renditje, Riad Mziu nga KB Trepça Mitrovic, të shpresat e boksit i dalluar Urim Sadiku nga klubi boksit Uniteti Fushë Kosovë. Klubi boksit Diakonie Mitrovic, Ergjent Tojkani. Bejt Aslani, klubi boksit Diakonie Mitrovic. Faleminderit zotit Islam. Lako. Erdi Aliu, klubi boksit Dardanët Prishtinë. Dhe Eris Vranovci nga klubi boksit Kastrioti Ferizaj. Faleminderit zotit Zylfiu. Ftojmë anëtarin e bordit. I radhës është Triumf Dobraj nga Fighter Pay dhe Djar Gorani nga klubi i boksit Drenasi. Faleminderit zotit Tahiraj. Listën e laureatëve Ari Krasniqi nga klubi i boksit APP-ja. Ja ku kemi Lorik Hasani nga Fighter Pay dhe Ervin Shabani nga klubi i boksit Drenasi. Faleminderit zoti Berisha, edhe një herë. Ftoj anëtarin Noas Kelmendi nga klubi i boksit Besa Pej, nga klubi i boksit Prizreni. Zoti Elçani do të ndaj edhe për juniorin më të mirë të vitit. Sipas çmimi i juniorit më të mirë në kategorinë U16, shkon te antari i klubit Besa nga Peja Agzon Dreshaj, më i miri te juniorët. Sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik, zotin Mehmet Bogujevci, nga plejada e artë e klubit të boksit. Miku, shoku i plejadës fantastike dhe i gjithë neve. Në ala, në fund të vitit, në pjesën e dytë të vitit 2025, duke na bërë që të kujtojmë se jeta ndërtohet përmes veprave dhe ato mbesin të përjetshme. Të tilla i la edhe Nazif Gashi, që do të kujtohet për jetë nga komuniteti i sportit dhe i boksit. Sot nderohet me mirënjohje post mortem.
fatin që pak muaj para se të ndronte jetë të finalizonim edhe dokumentarin për zotin Gashi, që do të mbetet trashëgimi dhe padyshim udhërëfyes si prezave të rinë në sportin e boksit. Kalojmë te gruposha U18, të rinjt. Në kategorinë e U18 e fillojmë me ndarjen e mirënjohjes për Taulant Hajrizi nga klubi i boksit Besa Pej. Armend Parduzi, klubi i boksit Kalaja Vushtri. Mbiemër nga familja Parduzi që ka dhënë edhe në handball dhe në volejboll. Robin Thaçi nga klubi i boksit Dugazini Klin. Endrit Jerliu, klubi i boksit Drita Gjilan. Festim Maqastena, Fight Factory Prishtinë. Falenderit zotit Saliu, e përcjellim me duar trokitje, urime më të mirëve, klubi i boksit Nitro, Ferizaj. Dion Belegu, Fighter Pay, në mesin e më të mirëve në U18 të rinjt. Nga klubi i boksit Fight Factory nga Prishtina, Ylli Saliu. I radhas në këtë listë, Riad Hasanaj nga klubi i boksit Fighter Pay. I radhas në listën e U18-shave, Luan Morina nga klubi i boksit Drenasi. Ketuar Kreziu, klubi i boksit Gjakova 137, në mesin e laureatëve të vitit. Vazhdohet lista me Luan Ramani nga klubi i boksit Fush Kosova. Dhe çmimin e fundit që zoti Kuransko do ta ndajë është për boksierin më të mirë të U18-çat. Ky çmim shkon te klubi i boksit Trepça 89 nga Mitrovica dhe Riad Isufi. Ja ku kemi Riadin që më herët e mori edhe për shokun e skuadrës. Urime më të mirëve. Në listën e seniorëve më të dalluar, Erblin Zyba nga klubi i boksit Prishtina. Trajneri Naser Bajrami në emër të nxënësit Erblin Zyba. Nga klubi i boksit Drita Gjilan, Donat Syla në mesin e më të dalluarve të vitit. Në këtë listë edhe Zenel Hasani nga klubi i boksit Fighter Pay në mesin e laureatëve të vitit. Të laureatët të vitit veçohet edhe Patriot Berami nga klubi i boksit Gollaku Prishtinë. Zoti Sabri Zylfio do të na bashkohet në emër të Patriotit. Në këtë listë edhe Loris Idrizi nga klubi i boksit Nitro Ferizaj. Lorisin që e pam edhe në disa prej aktiviteteve ndërkombëtare, së bashku edhe me të tjerat që do t'i kemi në këtë skenë pas pak. Në mesin e më të dalluarve edhe Jozef Rasi, klubi i boksit Gjakova 137. Gëtuari e pranon në emër të Jozefit. Falenderit shumë, zotit Gjakli. Dhe në këtë listë vazhdojmë me Planet Berisha, klubi i boksit Dugazini Klin. Nga klubi i boksit Prizreni, Lumturim Gjozaj. Në mesin e më të dalluarve nga klubi i boksit Gollaku Prishtinë dhe Bashkim Bajoku. Bashkimi i vogël i vëllezërve Bajoku që sot gjendet në mesin e seniorëve më të dalluar. Dhe çmimin e fundit në këtë listë që do ta ndajë zoti Sopjani do të jetë për antarin e klubit të boksit Sport Center nga Gjakova, Taulant Jakupi. Po ashtu në mesin e më të dalluarve. Urime më të mirëve, falenderit zotit Sopjani. Kam kënaqësinë që edhe një herë të aftoj zotin Mehmet Bogojevci që të na bashkohet për të ndarë çmimin për klubin më aktiv të vitit. Ky çmim shkon te klubi i boksit Gjakova 137. Klubi më aktiv i vitit. Trajneri i këtij klubi, zoti Ivo Kazi, e pranon çmimin. E falenderojmë edhe një herë dhe zotin Bogojevci që na madhështoi këtë ceremoni përmes prezencës së tij. Faleminderit shumë. Dhe çmimin për punëtorin më dalluar sportiv, komisioni ka vendosur që t'ia dedikoj punëtorit të dalluar Halil Kurasku.
Njerit antari I bordit I Federatës së Boksit të Kosovës, I cili është dalluar për kontributin e tij gjatë vitit 2025, mirënjohja dhe plaketa. Zoti Statovci do ta ndajë edhe çmimin e radhës. Urime Alil. Gjyqtari më I mirë për kontribut vendor, I shquar për ndarje korekte dhe autoritet në ring në garat vendore, shpallet Granit Qori. Faleminderit zoti Statovci. Gjyqtari më I mirë për kontribut ndërkombëtar, sa përmendet arena ndërkombëtare dhe prezantimi I mantel bardhëve të ringut të boksit, s'kemi ku shkojmë tjetër përveç të mallit Latif Demolli. Urime të Akzani Lato. Zoti Arifi do të ndaj edhe për trajnerin më dalluar të vitit. Çmimi që do të shkojë te një punëtore e jashtëzakonshme, e zëdhshme, e disiplinuar, ka krijuar një klim të jashtëzakonshme edhe të punës në klubin ku ushtron aktivitetin e saj dhe kjo është reflektuar edhe në sukseset në arenën ndërkombëtare. Çmimin trajnerja më e mirë e vitit e merr Mariola Sallauka. E të çmimet e fundit do t'i ngarkojmë pak edhe me 2-3 fjalë. Mariola. Përshëndetje të gjithëve. Shpeshherë më duket më e lehtë me qëndru te ringu me kampiona se sa më dhoni një fjalim këtu para juve, është shumë e sikletshme për mua. Po për këtë çmim po du me falenderu shumë Federatën e Boksit të Kosovës, sidomos kryetarin zotrin Enver Krasniqin, të cilin e kemi pasur mbështetje të madhe qysh prej fillimit. Ky çmim mban me punu edhe më shumë që këtë vit kemi rezultate edhe më të mëdha se që kemi pas vitin e kaluar. Unë po du me falenderu gjithë sportistët, gjithë trajnerët, shoqërinë time, familjen tem, sidomos këtu më duhet me përmend patjetër mikeshën time Marigona Beadinin, e cila ka qenë gjithmonë afër neve në sfidat më të mëdha që ne kemi pas. Dhe për fund, s'po du me zgjatë shumë, vetëm po du me uru gjithë bokserëve dhe trajnerëve suksese, inshallah këtë vit I sillim Kosovës sa më shumë I dorë. 2 çmimet e fundit do të ndahen nga kryetari dhe sekretari. Fillimisht sekretari I përgjithshëm, zoti Latif Demolli, do ta ndajë për boksierin më të mirë të vitit. Çmim I cili do të shkojë te garuesi që ka shpërthyer me potencialin e tij në arenën vendore dhe ndërkombëtare, duke marrë çmime, medalje, kupa, kudo që është prezantuar dhe duke bërë më të mirën. Andaj sot me të drejtë laureohet si mbreti I boksit për 2025-ën, Shpëtim Bajoku. Përshëndetje këtëve, faleminderit për çmimin, faleminderit kryetarit Enver Krasniqit, sekretarit Latif Demollit, trajnerit tem Patan Gjoklin. Unë e më full nuk di, edhe ne jo, e një mësuam. Dhe vim të momenti kryesor, ku do të ftojmë edhe njerën presidentin Enver Krasniqi që të na bashkohet për të ndarë edhe çmimin për mbretreshën e boksit në vitin 2025. Garuesja e cila vazhdoi shkëlqimin, pavarësisht ndryshimeve dhe në kalimit nga AIBA në European Boxing dhe në World Boxing, ajo nuk u ndal. Arriti që qysh në fillim të vitit 2025 të veçohet me prezantimin në turneun ndërkombëtar Stranxhat, I cili u mbajt në shkurt të vitit e kaluar. Shkëlqeu edhe në Bruksel, 2 muaj më vonë në prill. Gjithashtu vazhdoi shkëlqimin edhe në Varshavë, në turneun ndërkombëtar Felix Stamp, dhe kësaj duke qenë në top form dhe përmes një paraqitje të jashtëzakonshme. Ajo ka arritur që gjatë vitit 2025 ta mbyllë 2025-ën edhe me paraqitjen e saj në Liverpool, në Angli, ku në shtator arriti që të prezantojë në kampionatin botror për senior dhe seniore dhe arriti po ashtu të jetë në podium. Një vit fantastik për të hapur kapitullin e një cikli që pretendojmë ta kemi po kaq fantastik në rrugën drejt LA 2028. Më e mira e vitit, mbretresha e këtij sporti, Donjeta Sadiku.
jam jashtëzakonisht e nderuame dhe mirënjohëse që jam të pranjush, e veçanërisht me pranu një çmim që është shumë i veçantë për mua. Andaj e falenderoj Federatën e Boksit për këtë vlerësim që sapo ma dhuroi. Viti që po e lam pas ka qenë një ndër vitet, më me thonë, të suksesshëm. Kam arrit me ustolis me 3 medalje edhe 3 të arta, ku njëra prej tyre erdhi pas 42 vitesh në Kosovë nga turneu prestigjioz Stranxhat. E kjo gjë më bën shumë krenore. Kryetarin e Federatës zotri Enver Krasniqi, si dhe sekretarin zotri Latif Demulli për punën e pandalshme që janë të e bo për boksin. Ju faleminderit nga zemra. Trajnerja më e mirë me boksierën më të mirë të vitit. Një foto e përbashkët. Pra këto janë fituesit e trofeve, plaketave kryesore për vitin 2025. Uroj që ta keni shëndetin dhe të jetë 2026 ta një vit vërtet i suksesshëm për secilin prej jush. Shumë suksese!